leni ato se ato luksi janë falcë. Në Kosovë, tu nis prej kojshive të mi, prej shoqnisë që nuk kanë nështë parjetë, ku me ditë qka dhe, ecin, thu ti, ke naj president. Ja ka jep kjerën e vetë femnës, një muj dhe te ka marrën të akor, mas një muje, si ja ka njësa jo mës asë ja vedin, ja kanë marrë kjerën. Kjerë, është arma me forta. Me marrin kjerën, e shpinë e vetë nështë e kanë hala pangjyros. Rini si kësha thonë mos u mashtrani. Se mos u mashtrani që kjo ka jetën ma mirë unë e se kam. Mos u mashtrani. Ma mirë me ndoni qysh me arrit ju diçka njetë. Jo t'u i pa tjerë, qka po bojnë, e pëson se kam, e mu dëshpru, me ranë depresion, se ti kur nuk e din të vërtetën ati personi. Ai person mund më konë mrapa, rrjeteve sociale, shumë i dëshpru me jetën, shumë i mërzitën, shumë stres, ku me di që i ka bo ato stani, edhe një dit, prej ditve edhe i hup krejt, ose si ka të vetat hiq, i merë me qira, na i sten, mos ju besoni rrjeteve sociale, mas shumë me ndoni qysh me arrit vetë diçka, shkollojoni, shkollimi është prioritet. Nëse nuk përkra shtetin Kosovë, shkolloju, shko dhe ma largë dhe investon vend tonin, bë diçka. Leni ato se ato luksi janë falcë. Në Kosovë, une shumë raste kom pa, tu nis prej kojshive të mi, prej shoqnisë që nuk kanë nështë nuk kanë një farjetë, ku me ditë qka dhe, ecin, thu ti, ke naj president, naj aktor, naj ku me ditë kush, a s'ka kur gja heq. E merë për shembull një makinë me rentakar. Me qëra. Kështu që mos u mashtroni qika dhe bënu të zojat e vetës, që se e gjeni dikan që është i fort, pse jo, edhe që jo person i mirë, me karakter. Karakter kur ka, që e kryesorja saj mundet mi pas kushtet, po mundet mu kon karakter shumë i keq edhe me pas shtrembullim personaliteti, ku kur si e lumtur, dhe ti ka sa do në parët, për ty si janë parët, ti ka për veti, edhe bënu zojat e vetës, po edhe dini me respektu edhe mashkullin, se edhe ka dhe mashkujt mirë. Na shohim, e përmendëm edhe në ndërkorrjet e sociale e kështu, dhe luksin që shpërndajnë do, pa menën që ka rroga në Kosovë, ose ka njerëz në Kosovë që munden me bushat luks. Ose me një rrogë 600 euro me pas luks ashtë madh. Po, unë e dit na ku pi marrin. Për qëta, që të me të pyet me një rrugë mesatare që ne kemi në Kosovë, a mujmi me bo një jetë luksi se qysh e shpërndajnë në rrjetet sociale? Absolut jo, edhe show off. Show off, veç e kallzohen, ama se kanë, s'është reale ajo, nuk është reale. Shumë një përqindje e vogël i kanë kushtet që punojnë për shembull, prej shtëpisë, ndërkombëtarisht dhe stane, që jetojnë jashtë, që mujnë mi arrit qatë luks me bo, edhe me jetu në Kosovë. Me sa pare prej vetës, po mundesh me jetu mirë në Kosovë? Me sa pare mundesh me jetu mirë në Kosovë? A luks ta normal? Pa i njerë normal, tani të luksi pak ma voll. Pëlla, nuk po di me cek kështu naj shumë, po që shtregone për jetës sociale, nuk kanë mundësi me një pagesë mujore, 500 euro në mujt me jetu qashtu. Rënë është ajo, ose veç i kanë falc, ato të kjera, ato puca, ato qanta dhe kështu që... Na qëto i shohim të influencere, të vajzat e reja zakonisht, për shembull që kanë vetura të shtrejta, që bëjnë një luksi. Veç që i marrin prej partnerave tyne. Unë thash kosovarët kanë qef mashkulli m'ja bo krejt hazër, ma tepër, ose aj m'ja hap një biznes, ato me vazhdu. Qashtu janë femnat. Fatkeqësisht, gjithmonë e presin dikush minimu diçka për me bo. A menon që në Kosovë... Ka shumë që unë e kom një rast që personi ja ka jep kjerën e vetë femnës, një muj dhe te ka marrën të akor, mas një muje, si ja ka njësa jo mës asë ja vedin, ja kanë marrë kjerën. A mendon që ka në Kosovë qështu, se na në qëto raste i kena një veç jashtë, për shembull që ja bleti partneri, ja bleti sugar daddy, ekse që tash e na mësu dhe që ta e kena mësu, se kena ditë deri vonë se çka i bjerë më kohë. A mendon që ka edhe në Kosovë qështu? Edhe sa mendon që mashtrohen rinia, qoftë meshkujt, qoftë femrat, pa i lënë anash djemt, se besoj që ka veç femra që mashtrohen mas luksit e mas pareve, se besoj që ka edhe djemt. Po mendoj që meshkujt janë vidisu edhe nuk
po mundën mi mashtru ma femnat. Edhe ata tani kërkujnë ato të vetat. Nëse ti del me mu, do me thonë edhe është edhe për ana jote, ti me kalu mirë me mu, jo veç pse për shambull, api den. Meshkujt jom vedisu, mirë shumë, edhe pedin që interesi, që ka përdojnë femnat, je kam pa pikën e do femnave që kjeri, kom thonë edhe në emisione tjera, është arma me forta. Kjeri arma me forta. Po, për marin kjerin, e shpinë e vetë nështë e kanë hala pa ngjyros. Po femnat mos mashtronë me këtë sene,